Tash, neve na mbetet përgjithësi me analizu krejt qita njerëz të mirë që përmenen në Kur'an, edhe me i hulumtu emruste përbasht të krejt njerëzve të mirë në Kur'an. Cilat janë elemente që i bashkojnë krejt njerëzit e mirë në Kur'an? Ato janë tri. Janë tri elemente ose tre emrus të përbasht të gjithë njerëzve të mirë që Zoti i Madhreshëm i ka përmenë në Kur'an. Elementi parë është ata njerëz kanë një besim të sinqert, pa luhatshëm në Zotin e Madhreshëm. Jo besim falso, jo besim të rem, besim të vërtet. Elementi i dytë është krejt njerëzit e mirë në Kur'an, secili ka përkushtim ndaj Zotit. Domethënë të gjithë njerëzit e mirë kishin relacione rituali ose që i thojnë na ibadete, adhurime ndaj Zotit fuqiplot. Edhe numër 3, të gjithë njerëzit e mirë në Kur'an kishin aktivitet, veprimtari në jetë dhe të gjithë u munduan të ndërtojnë jetën me mësimet e Zotit. Asë njëni pej tyne nuk u izolu pe jetës, nuk e braktisi jetën. Vrejtja është që kër i kena zbërthy që ta emna të njerëzve të mirë në Kur'an, nuk i kena këshyrë këta njerëz, që i kanë dhonë botës të njerëz, qështë e kanë ndërtu jetën këta njerëz. Edhe besëm një që kjo është vrejtje serioze, sepse po shpërfaqet veç një anë e tyre, ose një pjesë e tyne, e nuk po shpërfaqet ana tjetër. Domthon, po krijohet pikpamje e mangt për njerëzit e mirë.